Këto stacione të ndërtuara gjatë 2 viteve të fundit me një fond për rreth 2 milion eurosh të marrë nga Banka Botërore janë shpërndarë përgjatë jugut të vendit, por në vend që të ofrojnë informacion për turistët. Ato janë ca kioska të trishtuara bosh, të ndryshkura, të braktisura dhe pa asnjë funksionim real. Në verë shërbejnë vetëm për të streuar ata pak gomer nga vapa përvoluese, ndërsa tani në vjesht duken edhe më të trishtuar nga braktisja e tyre. Çdo kush që bën udhëtimin përgjatë segmentit Gryka e Këlqyrës B1 mund t'i shohin me sytë e tyre këto qendra të braktisura, një në dalje të urës së Këlqyrës, një në qendër të Përmetit, një në Petran dhe një tjetër në B1 dhe një super qendër informuese në ndërtim me restorante pranë ngurit të qytetit. Kjo në një zonë të mbrojtur. Për ironi, në të gjitha jo vetëm nuk ka asnjë lloj shërbimi, por nuk ka asnjë vizitor që ndalet të marrë informacion të përgatitur nga Ministria jonë e Turizmit, shpreh studiuesi. Studiuesi thotë se edhe pas pyetjeve që janë drejtuar Ministrisë apo Bankës Botërore, nga e cila janë siguruar edhe të ardhurat për këto investime, ajo akoma nuk ka marrë një përgjigje. Askush nuk mund të shpjegojë pse u ndërtuan, kujt i shërbejnë dhe çfarë informacioni ofrojnë këto stacione. Edhe pas pyetjeve të drejtuara Ministrisë së Turizmit dhe zyrës së Bankës Botërore, asnjë përgjigje. Në një kohë kur çdo udhëtar ka në xhep një telefon digjital dhe plot aplikacione turistike, lind pyetja: përse ende ndërtojmë kioska të shekullit të kaluar përgjatë lumit të Vjosës, apo edhe më tej? Ndoshta dikush më i lexuar mund të shpjegojë këtë mister, pasi askush nga Banka Botërore që ka hedhur parat, tonat sigurisht, si nga ministria që i ka ndërtuar, nuk përgjigjet njëri.